Kam zgjedh pak një temë të shkurt vëllazër, e cila është një mesazh më shumë për ne, do të thotë për të rritan, për rinjën tonë, do të thotë ne askush nuk e ka zgjedh Kosovën të ketë vendbanim, apo të ketë shtet, apo të ketë në këtë nënqirë, apo këtë tokë. Kjo është dëshira Allahut fuqiplot që neve na ka lind, të jemi shqiptar, të jemi musliman, të jemi besimtar. Dhe ne duhet edhe ta duam këtë vend, po duhet edhe ta ruajmë, po duhet edhe të punojmë shumë për këtë vend. Është fjala se shumë prej trive tanë ndërrojnë edhe synjt i kanë ka gurbeti. Kjo vëllazër kanë shku edhe kanë ikë me gurbet, kur ka qenë një presion i madh nga Serbia, nga paramilitarët, nga policët, nga ushtria serbe. Ajo ka qenë e natyrshme, njerëzit me gjetë strehim, edhe me gjetë punë, edhe me kërku diçka që është më e mirë. Mirë po, në kohën e sotit, ne vëllazër duhet ta përdorni sa më shumë sabrin edhe durimin, edhe të mos i mbajmë syt ka gurbeti, të mos ndërrojmë qysh largohemi prej këtij vendit, qysh me akti shpinën prindve tonë mas pari, e qysh me akti shpinën familjes tonë, shtëpijes tonë, oborrit tonë, vendindjes tonë. Kreta këto vëllazër janë gabim nëse ne jetojmë me këtë mentalitet, ose jetojmë me këtë mendje, qysh me dalë ose mu largu prej këtij vendi. Kjo është një gabim shumë i madh, për arsye se ne jemi musliman, jemi besimtar, duhet me dash këtë vend ku Allahu xhaleshanu ne ka mundsu që të lindmi këto edhe të jetojmë këtë vend. Para një 2 vite mdoket, po vdiq një publicist i madh shqiptar, një shkrimtar, një ideolog i madh, Abdi Baleta, i cili kalon gjurmë të mëdha në shqiptari. Po përveç asaj që ka një kombëtar i madh, edhe dashamirës i madh i Shqipërisë, edhe i shqiptarëve, edhe i Kosovës, edhe gjithë trojeve tona, ka qenë një besimtar i denjë. Ka qenë një ideolog i besimit islam, i cili e ka mbajtur publicistikën islame gjallë me vite të tëra, me shkrimet e tij, me librat e tij. Dhe kur dje ndroi jetë, normal që ne Allah e pasi mëshirue, edhe inshallah Allah e ka shpërblerë në xhenet, për neve ishte një humbje e madhe për trojet shqiptare. Po ai e citon të kështu. Do të kur është formue Shqipëria si shtet, kanë ra dikon 55.000 ushtarë. Ushtarë të Perëndërisë Osmane për mirit të treva. Nga kush? Nga serbët, nga slavët, nga grekët, nga malazezët. Thot 55.000 ushtarë janë thot kanë derë gjak për mjerujt këtë pjesë Shqipërisë e cila kanë vetën edhe Kosovën. Do thot, këtë nuk është e rastit kjo vëllazër. Do thot, është derë gjak, kanë humbë jetra, kanë mbet me qindra familje pa prind, kanë mbet jetima, kanë mbet gradë veja që me ekzistue toka e Shqipërisë, me ekzistu toka e Kosovës, dhe ne sot pa kur farë çmimi, pa kur farë dhimbje, pa kur farë historie, e lëshim batonin edhe jamësin Evropës edhe vendeve të ndryshme. Kjo vëllazër edhe te Allah xhaleshanu është mëkat, është gjuna. Ti duhesh me vlerësu trojen edhe vendin tanë ku Allah xhaleshanu ka kriju. Tjeta që ishte thonje shumë e çmueshme e Abdi Baletës ishte kush është atdhetar, edhe kush është nacionalist, edhe do kombin shqiptar, duhet me dash edhe muslimanët. Duhet me dash edhe islamin. Se shqiptarizmi është i lidhur ngushtë me islamin. Të tjerat o vëllezër janë vogla. Të tjerat nuk shihen hartë. Nëse e merr hartën e Kosovës, edhe ku janë tjerë, jo musliman, Kosovë, nuk shihen. Pse bajnë zhurëm, edhe pse japin zor shumë,
edhe pse kanë përkrahje në 4 anë, ne prap duhet me ditë se muslimanët janë pjesa dërmuese që marrin kombin shqiptar. E nëse do kombin shqiptar, duhesh me dash muslimanët edhe duhesh me dash islamin tek shqiptarët. Nëse ti je kundër islamit tek shqiptar, ti je antikombëtar. Ti je kundër shqiptarëve. Ti je kundër atëveu. Pse? Se pjesa dërmuese, mos them absolute, shqiptarizmin e marrin muslimanët. E ai që flet kundër islamit edhe kundër muslimanëve, ai është edhe antikombëtar. Kjo ishte përmbledhje të shkurt, thonja e Abdibaletës, Allahu e pas më shirue, e pas shpërble inshallah me xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Mekës, kur dul në Mekës, periferi, tha ja Mekke, inneke khairul ard, lawla mukhrijuja li ma kharajtu minki. Tha oj Mekë, ti je toka ma e bekuar që ekziston. Vendlindjes vetë i tha. Masi u detyru prej presionit me lëshu Mekë, presion katashëm, që mo vetëm me dërzu jetën nuk me të gjonë Mekë. Tha sikur të mos më nxirnin ehleke, popullit, banorët e ti, prej Mekës, prej vendlindjes, kur nuk isha mu shpërngull ose me dalë prej Mekës. Do thotë, për me lëshu vendlindjen, duhet me pas shumë presion. Duhet me pas do thotë, probleme të atashme, ose ku mo mbyllë çdo sen, ose të ngushtohet toka që s'ke ka jamon, atëherë me lëshu. A jo me lëshu për qef, që shpelqen rinia jonë sot, alo për e ki shkollën e mesme, androjnë me dalë, në momentin që e ki shkollën e mesme, ose një drejtim apo fakultet, apo diçka tjetër, me njëherë shiqon qysh me ikë edhe me morë me dalë për këti atëveu. Kjo është vllazër, shkurt, është me përbuz këtë liri, me përbuz gjakun e dëshmorëve, me përbuz kalumen tonë të lavdishme, që kanë dhonë jetë, që thash, me mija njerë, vetëm me rujt këtë tokë edhe këtë rollë, me rujt Shqiptarien, me rujt Kosovën, me rujt Islamin në këto vende. Pejgamberi a.s. kur shkoi në Medinë, për detyrimit madh, edhe për presionit madh, nuk i pëlqen të gjithëve, se nuk e kishin lehtë me lanë vendlindjen, tokën, oborrin, shtëpin, pasurien, edhe me shku me një vend krejtësisht tjetër. Në atë kohë, Medinja ishte njohur si Ardhul Waba, tokë ku kish shumë viruse, tokë ku kish shumë smundje. Edhe serë që smundeshin sahabët, kishin qef mu kthije në Mekë. Thënë, vetëm një gjumë ta bajnë vendlindjen teme. Vetëm një natë ta kaloj atje. Largona për këti vendit, ku po na ka plën viruset, smundjet e ndryshme, gripat e shumë, qysh thot me jetu, thot ne në këtë vend. Do thot, ata e antronin. Pse? Se kishte viruse, kishte smundje. Edhe nesot nëse përkthem këtë gjuhën tonë, të analizëve tonë, që përbajnë këtë vend, to kena shumë virusa vllazër. Ne mi këshirë të sa virusat i kemi këto ne, e sa njerëz cilët bëjnë dezinformata, e janë islamofob, e janë anti-islam, e janë anti-shqiptar, ne vllazër duhet me i kepi Kosovë. Po çka? Për kundrazi, ne e kemi parimin se këtë tokë kemi lind, edhe këtë tokë duhet ta ruajmë, edhe këtë tokë duhet ta edukojmë, edhe duhet ta zhvillojmë. Ajo çka është shumë e rëndësishme vllazër për të ardhmen tonë, ne jemi të gjenerata që kemi përjetuar edhe luftën. Edhe e dim se çka është lufta. Edhe e dim se çka është represioni serb. Edhe me t'i kufizu të gjitha të drejtat tuja edhe elementare, edhe të drejtat e të folurit, edhe të drejtat e shkollimit, edhe të drejtat e arsimimit. Të gjitha i kemi pas, po s'jemi ndalë korë vllazër. Qështu që ju kemi folë tash për flasë 2025, ju kemi folë xhamatit 1990, 1992, 93, 94, 95, deri kur ka lufta, kur s'jemi ndalë, pse?
për këtë vend, për këtë adhurej, që ta çmojmë edhe t'ja hapmi hakin e sidomos ndër kontribusit më të madh të lirijës, nëse i marrëmi si gjenerata, janë hoxhallarët. Na kujtohet shumë mirë kur s'janë dalë, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe mas luftës. E çka japin hoxhallarët, çfarë kontributi japin këtë popull? Me ndalu popullin për të këshia edhe me urdhnu ka të mira. Me ndalu popullin mos me emigru me të madhe për këti vendit, po çka? Me dash këtë vend, me zhvillu, me punua. Po ajo çka tjetër thash, duhet t'ja përcjellë rinisë tonë. Duhet më konë të përgatit vllazër. Herë do kur do. Nuk, në disa popëj musliman, nuk është familje e lavdishme, ajo familje nëse nuk e ka një dëshmor nga familja. Pse? Se din që për me mbrojt vatonin, edhe mi përballu këtyre sfidave të mëdha që janë sot në botë, këto vetëm duke dhonë jetë edhe duke dhonë gjatë mund është mirujtën. Edhe ne si shqiptarë, për me rujtë Kosovën, ne duhet më konë të përgatit gjithmonë për shejtëllë. Gjithmonë të përgatit me dhënë jetën. Gjithmonë me dhonë antarët e familjes. Se për e dini se ku jetojmë, për e dini se sa sfidat i kemi, për e shifni se sa jemi ne do të fokusum qoftë nga Serbia, qoftë nga tjerët alat e Serbijës, që dënë me nga gëlltit neve, ne duhet më konë të përgatit vllazër. Gjitha aspekte, nuk ka aspekt që nuk duhet, e mbi gjitha aspekti moral, që me dasht vendin, me rujt vendin, por nëse vend momenti edhe me vdek për këtë vend, kuptohet fi se bili la në rrugën e Allah Gjeleshanu, se ajna e ka bo obligim me rujt fejen, me rujt këtë vend, me rujt të troje. E ne, nëse nuk përgatitemi moralisht, me dhon jetën tonë për këtë vend, edhe me au përcjell gjeneratave se çfarë rreziku jetojmë, edhe ku jetojmë, e sa jemi të atakum, e sa jemi të sulmum, e sa jemi ne të gëlltit prej armiqve që i kemi po rreth, ne duhet më konë shumë të fort, ka besimi, ka imani, ka islami, që me rujt këtë vend edhe mu përball me këtë sfida. Herë do kur do vllazër, gjonat gjithmonë sidomos zullumi, shkatërohet kur është shumë i fort, kur është shumë i fuqishëm. Do thot, e lexoj edhe e pendiu atë ajetin e Kuranit, o mali o dhalimin e min ansar. Kur të vjerë momenti mu shkatru zullumi, s'ka kush mo që e mbron, ose e run, ose e përkras zullumqarin dhe zullumin. Ne përshofni sa zullum është të bosët në botë. Ma shumë derë dhe gjak se ujë. Ma shumë vlon gjak se vlon ujë. Përshofni, nuk kemi qka me ase. Po qka? Ne duhet më konë përgatit për vendin tonë, për atë dhenën tonë, ne duhet më konë përgatit për shqiptarien tonë, duhet më përgatit për këtë troje tona, se kur nuk i dihet. Gjenerata duhet me majtë men se ajo që nga ka ndodhë ne, do të thotë luftën e UÇK-s kundër Serbijës, ajo vllazër ka qenë një përsëritje çfarë ka ndodhur luftën e dytë botërore, luftën e parë botërore, kur në pavarësinë e Shqipërisë. Kreta këto janë fazat ndryshme që ka kalu ky popull, por nuk duhet me përjashtu kur që na vjen prap një fazë që tri shkronjat e arta UÇK duhet ne mirujt. Duhet ne mu përgatiten edhe duhet t'jemi pjesëtar të UÇK-s. Duhet të vllazër se zullumi për strashi shkatërohet, do të kërë shumë i fortë. Kemi në historinë islame Kur'ani kur i përshkruan, kur i ka shkatru zullumqarët, njerëz e padrejtë, edhe njerëz të cilët kanë vrarë fëmijë, pleq, gratë, pafajshëm. Thot kur është trash edhe kanë qenë shumë të fortë ata zullumqarë, Allahu Gjeleshanu i ka shkatëruar. Veç me morë thot rastin e faraonit. Kur e ka mrima atë pjedestalin më të larë, që të ju thonë njerëzve, ene rabbukumul a'la. Thot, unë jam zoti juve. E mrini atë shkallë, mi thonë popët, unë jam zot. Se aq fuqit madhe kishte, e aq ushtrit madhe, e aq, do të thot, organizim të madhë shtetit vetë kishte, që e pa vetën si zot. Mirë po në qatë moment, Allahu Gjeleshanu e shkatëraj. Në qatë moment, e shkatëraj, e përmbysi edhe morë fund paranoizmi.
Morë fund faraonët. Morë fund ai faraon kur ishte më i përgatitur. E kemi rastin e Nemrudit. E ai ka qenë zullumçar i madh si faraoni, pushtet madh ka pasur. Dhe vetëm kundërshtare ka pasur vetëm një, Hazreti Ibrahimin. Khalilur Rahman, mikun e Allahut. Ai ka qenë pejgamberi i Allahut, ai ka dalë përpara. Ai ka dalë me udhëzu, ai ka dalë me polemizue, ai ka dalë me tregu se çka është e vërteta, çka është batili, çka është hak edhe çka nuk është hak. Një person i del, një perëndërie krejt përpara, edhe kur e arrin atë zullumin e madh, kur tha Nemrudi e përshkruan Kurani ene uhyi wa umit, tha unë jam ku më rrin atë shkallën që muj me ngjall njerëz edhe me vdek njerëz. Kur e më rrini më këtë shkallë, Allahu Gjeleshanu e kputi zullumin edhe e shkatroi Nemrudin. Po edhe poplin e Hudit a.s. Adin, e ka shkatru kur kanë thonë ata, a ka kush ma të fortë se në botë? Që është në Kur'an, ajeti Kur'anit. A ka forcë ma të madhe se në botë? Kjo po çarkullon tash vëllezër. Po shihet, në për shumë media. Unë jam më i fortë në botë. Unë i mshoj ati, i mshoj këti, e rëzoj atane, e shkatroj këtane, vraj, kur s'gozon me mbocjume. E kur populli i Hudit, Adi, e mrini këtë garanci të madhe në vetveten e vetë me thonë, a ka forcë më të madhe se une? Allahu Gjeleshanu e shkatroi. Edhe tek në suratul Fajr aty, do thotë se si ka e ka shkatrua. Populli e Salit a.s. Themundi, kur arrin atë forcën e madhe, që do thotë arritën edhe kodrat me shpue. Edhe arritën me marru shtëpia në për gur, në për kodra, aq popull i fuqishëm edhe i madh, edhe ja mirë të mendja se nuk ka më të fuqishëm, Allah Gjeleshane e shkatroi fuqinë e tyre. Do thotë, ka pas shumë raste më të vështira edhe më të fuqishme i ka shkatru. Edhe ky zullum, çka u të botë muslimanëve, edhe çka u të ndaj muslimanëve, edhe këti ka mjarë fundi vëllezër. E mrimi ne, as e mrimi, po fundi ka mjarë se zullumçari nuk ka garanci kur e ka fuqien më të madhe, Allah Gjeleshanu e shkatron e jo kur është i dobët. Ebu Lehebi ka qenë armiku i përbetuar i pejgamberit a.s. Po dy fëmijë, njëri ka pas 13, njëri ka pas 14 vjeç që ka lënë kokën. Kur arriti mo që mos ta lën pejgamberi a.s. rahat edhe në Medinë, ta merr edhe ujin e Bedrit, ta merr edhe Bedrin, edhe ndjeku pejgamberi se në luftën e Bedrit, i erë pozita edhe i erë puna kryesorit të arabëve, të ignorancës, të gjahiljetit, të shkatrimtarëve, të batilit, e Bugjelit, ja hekën kokën dy fëmijë, njëri 13, njëri 14 vjeç. Të thotë, mi pasati që fëmija ka me ta hekë kokën, ajo ka me pakapshme. Po fuqia Allah Gjeleshanu me tregue se vjen edhe gjithçka në fond. Edhe ne vëllezër duhet i përgatisim rinin tonë, duhet i përgatisim tanë, që t'jenë gjendje gjithmonë me rujt këtë vend, edhe me rujt këtë shqiptari, edhe me rujtën këtë troje tona. Kemi shumë raste në historinë islame që kanë qenë shumë të ri. Kur them kanë qenë shumë të ri, kanë qenë moshën 13, 14, 16 vjeçare, 18 vjeçare, edhe kanë marrë përgjegjësi të mëdha vëllezër. Talha ibn Ubejdillah ka qenë një prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, në betejën e Uhudit i ka pas 16 vjet. Edhe ka thonë pejgamberit alayhis salam, unë jam ai i cili të mbron ty në betejën e Uhudit. Unë jam gardiani jote. Unë jam truproja jote. Pa më vra mua, thot s'ka me arë asnjë që gjetë të ti. 16 vjet. A ka sot 16 vjet përgatit për kështu më konë gardian për shembull dikujt, 16 vjeçari? Do të thënë, llogarite kush e ka mbrojt në betejën e Uhudit pejgamberit 16 vjeçari. Osame ibn Zeid, 18 vjet i ka pas vëllazër, kur ka qenë kryesori i ushtrisë kundër romakëve. 18 vjet. E ka caktu pejgamberi selam, vdes pejgamberi selam, Ebu Bekri prapë e mërton,
thot masë ka caktu pejgamberi Islam, ti thot ki me udhëheq 18 vjeçari, me udhëheqën, luftën, kundër një perëndërisë madhe. Kjo kone pakatshme vllazër. Po kanë ndërtu gjenerata, kanë ndërtu të ri, kanë ndërtu njerë, të cilët i ka frymëzu shkolla e pejgamberit alayhis salam. Po hiç mos shkem më larg. Kemi Sultan Fatihin. Kur e ka marrë pushtetin, Sultan Fatihu i ka pasën sa vjeç? I ka pas 14 vjeç. 14 vjeç u bë sultan. Po mirë, kur e ka shliru Stambollin, sa i ka pas? 21 vjeç. 21 vjeç e shkatëron një perëndëri të madhe, bizantine, edhe e çliron Stambollin, do të thotë që ka qenë një kapacitet. Një person i cili është frymëzu nga jeta e pejgamberit alayhis salam, nga hadithet e tij, nga porositë e tij. E këto vllazër vlen edhe për neve. Të frymëzojmë rinin ton, ta dojnë Kosovën, ta dojnë atë dheun, jenë përgadit kur doher për me rujt këtë vatan edhe me rujt këtë shtetë.